Ka rinisur sot procesi i rinumërimit të votave për qarkun e Tiranës. Procesin po e ndjek nga afër gazetari Enkel Xhangoli, të cilin e kam në komunikim të drejtë për drejtë. Enkel, sa kuti janë numëruar deri tani dhe a ka ndonjë ndryshim domethënës në rezultate? Në 5 ditë rinumërim janë numëruar 517 qendra votimi në total, ndërkohë nga dita e sotme, pra nga ora 9 deri në këtë moment që ne flasim, janë numëruar zyrtarisht 80 qendra votimi. Ndërkohë pavarësisht se ka ndryshuar numri i votave për subjekte politike që disave u janë hequr dhe disave u janë shtuar, por pa domethënie për sa i përket rezultatit final, qoftë për ndikim për subjekte politike apo qoftë edhe për shpërndarjen e mandateve për kandidatët. Por nga këto qendra votimi të numëruara deri në këto momente, dy subjektet më të prekura që u janë hequr votat janë subjektet më të mëdha politike që morën pjesë në zgjedhje, siç është Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe Partia Socialiste. Konkretisht, Partisë Demokratike i janë hequr 278 vota deri në këto momente, ndërkohë Partisë Socialiste i janë hequr 202 vota. Vetëm dy subjekteve politike janë rikuperuar një numër i vogël votash, qoftë për Euroatlantikët që janë rreth 13 vota dhe rreth 8 vota për koalicionin Djathtas për Zhvillim, ndërkohë që subjekteve të tjera politike ka patur lëvizje për heqje votash me 5, me 10, por të pa domethënie dhe pa ndikim në rezultatin final. Gjatë ditës së sotme, por edhe gjatë ditëve të shkuara, ky proces ka vijuar pa ndërprerje dhe pa incidente dhe ka vijuar normalisht, donse për shkak të verifikimeve që kërkohen të bëhen nga ana e grupit numëruesve, jo me ritme të shpejta, por ka vijuar deri që nga ora 9 deri në orën 22 në mënyrë që të punohet me 2 turne për të patur për një kohë sa më të shkurtër për të rinumëruar 1282 qendra votimi që janë në total në Tiranë.